ne jemi para një ritualit të madh në aspektin kohor që afrohet për muslimanët në 4 anë të botës, e cila ka fillu me një thirrje hynore që Allahu Dhul Gjelal ja ka dhënë një njeriu të madh, jo në aspektin fizik, po në aspektin shpirtëror. Njeri i madh i cili nuk ka fe qiellore që nuk mburret dhe krenohet me ta. Nuk ka libër i qiellit apo nuk ka fe prej feve qiellore që janë jehudizmi, krishterizmi, islami që nuk mburret me këtë burr të madh, e ka emrin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Si përfaqën e tokës, xhamati jam i dashur, shtëpi, objekti parë që u ka ndërtu, ashtu si na lajmëroi Allahu Dhul Gjelal në Kur'anin e Kerim, tha inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Tha shtëpia e parë, objekti i parë i cili u ka ndërtu për njerëzit si përfaqën e tokës, është Qabia e cila gjendet në Mekë. Këtë mundohen ta lidhin njerëzien sot botën në perëndim, ndërsa qielli dhe librat qiellore e lidhin, edhe pse sot perëndimi pretendon dhe punon që të bëjë defokusim nga realiteti që e ka pranuar njerëzia, është të lidhen njerëzit me lindjen. Në lindje krejt pejgambert Allahu të vinë nga ky njeri, nga lindja. Nga ky njeri, nga lindja që e ka emrin Ibrahim a.s. pasi që e ka ndërtue Ademi a.s. shtëpien e parë në sipërfaqen e tokës, me kalimin e kohës ajo u ka shkatru. Allahu e urdhnon Ibrahimin a.s. ta rindërton me djalin e vet Ismailin. Qohët Ibrahimi a.s. bashkë me djalin e Ismailin që ta rindërtojnë Qaben, dhe vinë me laqet dhe ju nimojnë për ta rindërtu. Kur e kompletojnë rindërtimin e Qabës, Allahu e urdhnon që të thret. Ibrahimi a.s. fillon të thirrë, pasi që e pyet, edhe zhvillohet një debat mes Allahut dhe Ibrahimit a.s. duke e pyet Ibrahimi, kanë të thirin, nuk ka kurkush në këtë shkretin, në këtë lugin të shkretinës përpos familjes time. Allahu Dhul Gjelal i thot mos u mërzit, se on do ta bi dhe do t'i sjell grupet e njerëzve nga ummeti i quajtur ummeti Muhammed alayhi salatu wassalam, që është një nga pasardhësit e tu. Dhe ai thret, hip mi Qabën edhe thret, thot o ju njerëz, e jani, vizitoni shtëpinë e Zotit Dhul Gjelal. Dhe ajo thirrje ka zgjat prej asaj kohe dhe do të zgjasë deri në ditën e Kiametit, dhe do t'i përgjigjet ky ummet. Dhe ne jemi në prag të përgjigjes të kësaj thirrjes hynore të madhe që e ka bënë Ibrahimi a.s. Ajo në fejen tonë islame llogaritet realizimi i kushtit të 5 së fejes islame. Nuk ka musliman kur ti thosh kushti i 5 i fejes islame, cila është që nuk e di. Krejt do të thojnë se vizita e Qabës. Pse themi i 5 nga 5 shtyllat islame, që janë shahadeti, namazi, zekati, agjërimi, pastaj haxhi. Pse është i 5-ti? Për atë arsye se nuk shkon në haxh derisa nuk i plotson kushtet ai që do më shku në haxh. Haxhi nuk është si namazi. Haxhi kërkon të plotësohen disa standarde të njeriu që të realizohet. 2 kushte janë të pashmangëta nga muslimanët. 2 shtyllat fejes islame nuk mundet të shmangët kërkush, qoftë burr apo grua, qoftë i ri apo plak, qoftë i shëndosh apo i sëmur, qoftë fukara apo pasanik, qoftë në vendin e vet apo në udhtim, qoftë në liri apo në burg. 2 shtyllat e para nuk mund të shmangë kërkush. Shtylla e para shahadeti.
çdo musliman shahadetin ka me thonë dhe ka me besu, dhe nuk ka shumë ranë këtu. E dyta, që shejtani ja uranon shumë muslimanëve sot është falja e namazit. S'ka dallim ati, jam fukara, s'jam fukara. Agjerimin jam i smundë së ne agjeroj. Zeqat s'kam pare, s'jam. Haq nuk kam mundësi, s'kam pasuni, nuk shkoj. Ama këto ditë parat mora t'i bësh. Ndërsa këto 3 të fundit kanë të bajnë me disa kushte. E sot do jemi insha Allahu Taala me fjalën e Zotit Dhul Xhelal që Allahu ju ka drejtu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ku i ka thonë wa atimul hajja wal umrata lillah. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuaj ummetit tan, tregoj muslimanëve të ummetit tan që ta krinë haxhin dhe umrën për Allahun Dhul Xhelal. Ta krinë haxhin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dul në hutbe tha: "Ejuha nas, o ju njerëz, inna Allaha kataba alaykumul hajja fahujju." Tha: Allahu ju ka bë obligim të shkojni në haxh, shkoni në haxh. Njoni u çu në mesin e të pranishmive, tha: "E fi kulli amin ya Rasulullah." Tha: çdo vjet, tha, sikur që është Ramazan, çdo vjet më shku, tha, në haxh, se Ramazan çdo vjet agjerojmë, zekat çdo vjet japim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti. Prap aje përsëriti pyetjen, tha: "E fi kulli amin ya Rasulullah?" A në çdo vjet tha me bon haxha. Prap pejgamberi alayhi salatu wasalam i heshti. Përsëriti kur e pyeti, tha: "Ya Rasulullah, e fi kulli am?" A në çdo vjet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Tha: "Të kisha thon po, tha ishte bo obligim me shku në haxh çdo vjet. Wala mastata'tum, edhe tha se ne kishni bo ju me shku në haxh çdo vjet." Subhanallah. Para mendoni musliman, para mendoni vëllezër, para mendoni xhamat, para mendoni o ju të cilët na ndjekni nga kjo kamerë. Haxhi me kushtet sot që u ka bon 7.000 euro me shku vetëm bileti i haxhit, pa argjimet para se me shku, pa argjimet pas me shku, ti shinkon obligim për muslimanin, për çdo vjet, si ish bo halli. Subhanallah. Ish bo shumë zër. Muslimani andron ti mledhe paret, ta mledhe qatë sasi të pareve të tollave që ta realizon njerë vjet. Po ti shtekon çdo vjet, po sigurisht se ne kishmi bo. Wala mastata'tum. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e vnoi një pikë asaj fjalie që tha se ne kishni bo, do me thonë hiç dyshim nuk ka se ne kishmi realizue. Dheruni ma të rektukum, tha për sendet të cilët nuk ja u kina spjegu, mos lipni spjegime. Subhanallah. Sendet që ka na nuk i kemi cek, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sendet gjërat të cilët na nuk i kemi spjegu, nuk kina hime i ulumtu edhe mi me pas qasje dhe atje, mos i ulumtoni ju. Tha: "Fa innama ahlaka man kana qablakum." Tha: "Me të vërtetë janë shkatru popujt para juve, li kathrati sualihim, për shkak se kanë vetë shumë." Disa njerëz e kanë merak me vetë, o edhe çiçiket kam, edhe çiçiket kam, edhe veç ja vështirson vetes vet. Edhe kur ti tregosh ti realitetin, ai masani thot: "Ja valla, çiket bash çeket s'mo mujshna me e pranu, çeket s'mo mujshna me e bo, ne udhu billah mund dale edhe pi fejes islame." Janë shkatru dha popujt për para për shkak se shumë kanë vetë, wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, mos i kanë vetë i kanë kundërshtu pejgamber. Mos shumë ti kur na pyesin xhamati që na kundërshtojnë janë ato që na pyesin. Ai thot: "Aga, çish mendon për ket?" Ti kallzon ai thot: "Vallai, s'ma merr menja se është qashtu." Po ajo menja jote s'ka vend more në fejen islame. Të kish pas menja jote në vend fejen islame në mesteve, si ishin shumë mest pi për mi, po i kishin shumë mest pi për funi, se njeri hecë edhe shkel me meste pi për funi, jo pi për mi. Feja islame nuk ka vend, tha Hazreti Alia në kësi sende. Ma e mira në fejen islame për muslimanin është të dorëzohet se fjala islam do me thonë me u bo teslim, islam, me u bo teslim Allahu Dhul Xhelal, me ju dorëzu
Allahu të madh Zotit gjithësisë i kofsh na fal atij, ja Rabbel Alamin. Tha mos u vetni për diçka thash ka si ju kum kallzu. Pranoni, besoni dhe mundoni ta zbatoni në jetën e juve dhe mos polemizoni. Ky ibadet sevapin e ka shumë të madh. Tepër të madh sevapin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha men hajja, kush do të shkojë në hax, walem yafsuk, tha nuk ban gjunah, nuk ban gjunah, shkon atje, e ruan gojën e vet, walem yarfuth, dhe nuk shan, nuk ofendon, nuk fyn, raja'a min hajjihi ka yawmi waladathu ummuh, ka mu këti prej haxhit sikur ditën që e ka lind nana e vet. Për çat është i fundit, ki bon shka ki bon, shko pastro. Shko pastro se lahën gjunahet, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kthehet haxhiu, kthehet ai muslimani besimtari, qof burra po grua, prej haxhit sikur ditën që ka ardhur në dunjë pa asnjë lloj gjunahe. Ama çka duhet ta bëje për Allah? Duhet ta ruaje vetën nga gjunahet, duhet ta ruaje gojën e vet nga ofendimet edhe sharjet, edhe të thehet jo të shkoje në hax për ta fitu titullin nuk ka bo haxhi, jo të shkoje në hax për ta fitu titullin se ke në vendet e shenjta, jo të shkoje në hax që ta lavdrojnë njerëzit edhe t'i thojnë se valla filani u ka bo haxhi, filani u ka bo haxhi, filani e ka arritat gradën edhe s'ka më me ketë. Kur ti folni dikun e thotë, hajde me kanë të folun, unë jam filan haxhije. Por të bëhet kjo për Allah. Dhe kur shkoje në hax, edhe të kthehet nga haxhi, ai duhet ta bizotroje gjuhën e vet. Se nuk ka veç atje mos më shah, ai s'duhet më shah edhe këtu. Nuk ka atje veç mos më ofendu, s'duhet edhe mos më ofendu këtu. Nuk ka atje mos më bë gjunahe, e këtu më bën jo, edhe këtu s'duhet më bën. Që të kthehet një person i ri me një biografi të re, me një faqe të re. Mirë, deri këtu e kuptum se si është rëndësia dhe si e caktoi Allahu Dhul Xhelal këtë hax. Kushtet për kan janë dhe kur bëhet farz haxhi. Kjo është pyetja që e parashtron vetën. Dietarët islam kanë thonë haxhi është obligim fillimisht për muslimanin. A mund shkon në haxh një njerë që nuk o musliman? Jo. A mund më shku, po si bëhet kabul. Te Allahu Dhul Xhelal nuk i shkruhet se e ka realizuar një kusht të fejes islame. Allahu Akbar, Allahu. Kushti i dytë, tha duhet ta posedon mendën. Duhet të jetë i mençur. Nuk bëhet obligim haxhi dhe nuk pranohet haxhi për një njerit që nuk është normal me mendën. është abnormal, është i smund mentalisht. Allahu as ja lip këtij haxhin, as nuk ja pranon haxhin se ai nuk din çka bën. Njeriu për këtë farzet e fejes islame duhet ta posedon mendën. Në qoftë se mendën nuk e posedon, atëherë nuk mund ta realizon atë çka e kërkon i Madhi Zot xhelle xhelaluhu. Që do me thonë është kusht të jetë në gjendje të shëndosh në aspektin e mendes. Kushti i tretë, tha el buluk, me kon mbylik. Me kon mbylik. Çka do me thonë me kon mbylik? Me hin pubertet. Qish hin pubertet? Na i kemi tregu disa herë këtu. Dietarët kanë nuk parametre për me e diktu njeriun, fëmijun, adoleshent, kur hin në pubertet, kur hin në bilik. Kanë thonë e para, si ti mrije në vendet e ftofta, moshën 14 e tërma. Po kjo konë atëre se sot nuk vlen. Pse? Se sot hin këto trit po hin bilik para se me i mrije moshën 14. Pse? Se tu marë me sende shka nuk duhet mirën të rritë, e kuptoni ju shka du me thonë, ato hinë në bilik para kohë, dhe i bon obligim sendet para kohë, dhe obligohen që
të realizojnë sendet para kohë. Kushti i tretë është të dalin kimet në vendet e turpshme të trupit insanit, qoftë burra apo grua. Në qoftë se dalin kimet, atëre obligohet ai me obligimet fetare se ka hyrë bilik. E katërta, në qoftë se gjinia mashkullore, djemt, kanë nevojë dhe ndin nevojën për gjinien femërore. Dhe kundërta ana sjelltas, gjinia femërore ka nevojë për gjinien mashkullore. Ja nisin u dashurova te filani, e pashe pëlqeva filanin, ja nis me net ka një disa hatë në pafqire, të ndreq geli, sikur me shti gishtat në shtekere me ju qupi strujës tërma, e kur të nise të kshire të shatirate flokën e vetë vajza, nise të shminkoje pjesë të ftyrës, atëre ta dish se qika jote, vajza jote, apo djali jote ka hinë në bilik. Atëre duesh ta urdhësh me namaz, ta urdhësh me agjerim, ta urdhësh me zeqat, ta urdhësh edhe me haç. Qish edhe me haç, edhe me haç. Obligohet me shku në haç prej qasaj moshe. Po na e dimbe se njerëzit shkojnë në haç kur t'i bëjnë 60, kur t'i bëjnë 70. Zakonisht e në shkojnë, po kësa i thojnë masi t'i dale roki. Ai që shkon në haç 70, me haç ka shkon në haç në 15, dallimi është drita e diellit me dritën që ka e blampa apo qiri që e ka lëndesti vetë. Sa ka dallim? Dallimi është shumë i madh. A duhet të kryhet haçi sa më herët? Po, obligimi i fejes islame është sa më herët. Në qoftë se i plotson kushtet, i ka mundësi që të shkoje, duhet t'i plotsoje. E katërta, tha el hurrije, të jetë i lirë. Mos jetë i robnum, përpara ka pas rob. Njerëzit i kanë zonë rob, edhe ai robi nuk ka guxu me shku në hax, edhe pse u musliman, edhe pse i meçëm, edhe pse ka i mbilik, pa i dhon leje zotnia i vet, ai që e ka ble. Por sot nuk ka robni. Sot robnia u ka hek, por sot ka liri edhe ka burgosje. Dietarët kanë thonë ai i cili është në burg, nuk e ka obligim të shkojë në hax, se e kanë burgos, 20 vet i kanë thonë burg, po inshallah s'ka hinë në burg për sende që janë zinë ftyrën para Allahut. Po ka që hinë njerëzit pafajshëm në burg, Allahu i liroft inshallah. Ka shumë. Ju i dini sa raste ka të montume te ne dhe jashtë vendit ton që njerëzit pafajshëm kalbën për shkaqe të lojrave, trikave, manipulimeve, montimeve të njerëzve më të këqi që e kanë emrin politika. Më të këqi, njerëzin ruzullin toksor janë politikanët, të cilët bëjnë trika të fitojnë fatin e vetë, të ndërtojnë ardhmërien e vetë me jetën e njerëzve të pafajshëm. Allah i zullumqart i shkatroft, ja Rabbel Alamin. Kur është i burgosur, nuk kërkohet nga ai haxhi, por në qoftë se i lirë, obligohet që të shkon në hax dhe pesta të ketë mundësien në aspektin ekonomik dhe në aspektin fizik. Shka do me thonë në aspektin ekonomik dhe në aspektin fizik? Në aspektin ekonomik du të me pas paret. Në qovë se nuk i ki paret, shpesh në përmezhlise, hoxhove shumë be u bon shtrejt punë në haxhit, unë i thamë, po pse be e ban nga i leti? A e mri? Jo valla se ne mri, po pse, se ki obligim, se lodhësh. Jo filani ka në hajdut, jo filani vethka, jo filani manipuloj ka, mos hinë gjuna hiq. Po, dorze e vetën Allahu. Në qovë se ki me rak, lutë Allahun dhul gjelal, Allahu me ta mundësu me shku. Në qovë se i ki parët, shko. Hazreti Omeri ka thonë, a i cili i ka parët, edhe nuk shkon në haq, në ta zgjedhe, që shdoje me ndru jetë, me gjusi, zjarputist, nësrani, krishter, apo jahudi, që shdoje në ta zgjedhe jetën e vetë, ama si musliman, jo. O, që pun i kam 5.000, duhet me i martu. Kush shkron se ti duhesh me i martu? Unë e se kum dreq kulmin, kush shkron se ti se duhesh me ndreq kulmin? Allahu dhul gjelal thot, nahnu nërzukuhum, ne ata i furnizojnë, ti mësë tut,
Ne ato i martojmë, ti mos u tut. Në qovë se i ki bon parët, o musliman, o ti vlla i dashur besimtar, në qovë se i ki bon parët, shko dhe mos i komento si janë, shka janë, Allahu ta ka mundsu, shko krije ato obligim. A i dini shembulli ati që nuk e krin haxhin me shembullin e atij që e ka kriju haxhin si është si një njeri i cili e ka disa thas në shpinë dhe ec tankon me ato thas. Ose shembulli tjetër ai i cili i hek thas edhe ec pa peshë në shpinë, cili ec më rahat. Obligimi është thesin shpinë. Sa herë që ti ta vanojsh haxhin ai thes rri me ti derisa ta shkarkojsh prej trupit tan. Shko dhe krije dhe mos bisedo. Në qovë se nuk ki, s'ti ka dhonë Allah i mundësit. Ama, këtu është edhe një mesele tjetër. Për me i marë ato muzikantat, do mi dhrodë dhe një muzikant, po s'ka lidhe, për me i marë ato zhiva muzikën në për darsma, e me i zonë ato restoranat, e me i dhonë ato pleskavicat e cofta dhe stekat që nuk janë pulës, e për me i dhonë ato pijet edhe me bujë, i pën 30.000, 40.000 euro, dhe kur të vele për haqë, ki thot se janë shumë, atëre e ka rejt vetën e vetë. Atëre e ka rejt vetën e vetë. O, s'po me shku në grëhe me bonë 14.000, në të bonën e 400.000, ati ka dhonë Allahu. Qishbe, ati ka dhonë Allahu. Me dashtë Allah, ati merë, po ti merë. Si ti merë, që një shembol. Vesh të qonë një sebeb për me shku të Zhan Mitrevi. Një sebeb e shetë edhe shpijën, edhe kerin, edhe tokën, edhe keq ka kije, veç mu shpëtupi të Zhan Mitrevi. A kur vere për atje, valla une nuk mu i me shku, kalzeja vetë vetës edhe zotit ta, mu mësim të rego. Na e kemi obligim me përkujtu njën i tjetrin, jo me bind, për me e vepru edhe për me e realizu. Por a i cili ka dëshirë të flak, ta realizon kushtin e pezë dhe mos t'jep logari për Allahu, që Allahu dhul gjelal i ka dhonë këtina, e kise ka bon, a i duhet me parën e vetë me shku. E dyta, të ketë mundësit fizike. Mos jetë me kolice dhe hajde masane të mështin qertë. Ven registrohet, kur të vere në aeroport, hoqë ka dale se unë së në marfrim. Ku të të qoje hoqën? Tërshimet, noti e prish tërshije. Ku të të qoje hoqë atije? Ku me të shti hoqë atije? Ti si e për abdes me majtë, do me shku në haqë, që haqë i lip me i pas ti mundësit fizike, se ti dush me shku në kom me i bo, ti dush me shku me gjithë gurzit, ti shejtanin me ere me gur, ti dush me shku në Arafat, me qëndrun temperaturën e lartë, ti dush me bo tavafin kom, ti dush me shku në qabe, ti me arpi qabës, janë kushte që i lip Allahu dhul gjelal, që ti dush ti realizojt. Në qovë se si ki, nuk i ki obligim, se ki më refars, që e dikan venin tam që mundët t'i krije dhe kushti i fundit me ta do t'a përfundojme dhe ligjeratën është të ketë siguri të rrugës gjëmatë. Siguri të rrugës. Shtash, për para kanë shku me kere, valla ka osë në dina me shku me marë kerin me kombi me shku, po s'mon është me shku. Pse? Po ka trazira, ka lufta, ka që e prej nudhën, po ti marin paret, po të rizikon jetën, e rizikon ketë. O mundë të shkoj, po se ki obligim. S'ki mundësi me shku me aeroplan, se ki obligim me shkue. Në qoftë se nuk sigurohet siguria e udhëtarit që shkon për në haqë. Për para ato matë vjetër të kanë mëri kohën, kanë shku 3 muj në haqë tane, 3 muj të kne. Pse? Kanë shku me karavane, s'ka pas rrugje, s'ka pas asfalte, s'ka pas kushte, kanë shku me shatora, me se. Tash, elhamdulillah, janë këtë kushtet, po tash janë shtrejtu kretë senet. Nuk u ka shtrejtu, pse kërkush nuk folë, pse u ka shtrejtu dizeli, pse kërkush nuk po folë, pse u ka shtrejtu blokit, cimentja edhe betoni, pse kërkush nuk folë, pse u ka shtrejtu mobiljet, pa ato këtë po i pranojme kur ven për Allah, atëre po ankomi. Ne lusim Allahun dhul gjelal, që Allahut në mundëson, inshallah, të shkojmë. Të jemi në listën e misafirve të Allahut tëftum për në vendet e shenjta. Ata që kanë vendos me shku, Allah ja u pranoft, ja Rabbel Alamin. Ata që do të shkojnë, Allahu ja u letoft, ja Rabbel Alamin. Ato që do të realizojnë, Allahu ja u pranoft, ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun xhallashan urinien ton islam të udhëzon. Pleqve ton të jep ymër gjatë, shëndet plot, të smuntit të shëron, të burgosurit pa fajshëm të liron,
ato gurbeçart nga e keqe ti mbron dhe ti furnizon. Ne lutim Allahun dhul xhelal, ata që hartojnë që në hiç nuk pushojnë që muslimanëve zullum t'ju bojnë, Allahu me zullumin e vet i shkatrov xhennetul firdausi nasib na bof. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.